Sot ekipi i televizionit Syri ka ardhur në fshatin Doblibare të komunës së Gjakovës për të parë më afër bukuritë dhe natyrën e këtij vendi. Për më shumë detaje të ndjeki materialin në vazhdim. Doblibarja është rrethuar nga gjelbrimit që krijon peizazh të bukur dhe freski natyrore. Ndërsa lumi që përshkon fshatin është ai i cili shtoi një hishi të veçantë përmes pamjes së tij. Por ajo që e bën këtë fshat të rrallë është bashkëjetesa shembullore e dy komuniteteve fetare, musliman dhe katolik, që jetojnë në harmoni të plotë, ndërsa në zemër të fshatit qëndrojnë teçja dhe kisha, dy nga objektet më të shenjta të cilat gjithmonë bashkëpunojnë njerëzit. Ky fshat nuk është thjesht një vendbanim, por një shembull i gjallë i bashkëjetesës, ku feja, tradita janë gjithmonë të njëjta për dy komunitetet. E kjo bën Doblibaren jo vetëm një vend të bukur, por edhe shembull për të tjerët.